Selamu alaikum të dashur miq, mirë se po takohemi sërish pranë ekranit të RTI-s me emisionin Rruga e ndriçuar si çdo të ajte, ku jemi së bashku me hoxhin e nderuar profesor doktor Shefqet Krasniqi. Të dashur miq, dhe ju mund të jeni pjesë e inkuadruar të emisionit Rruga e ndriçuar duke na kontaktuar në numrin 046 220022, po ashtu na ndjesni të na shkruani përmes kanalit të privatet dhe hoxhës që është YouTube dhe Facebook. Hoxhë nderuar, selamu alaikum dhe mirë se erdhët. Aleikum selam wa rahmatullah wa barakatuh, mirë se gjejmë. Hoxhë nderuar, para se të pranojmë telefonatën, filloj me pyetjet e cilat na kanë arritur në redaksi. Kemi thot gjatë javës së kaluam, hoxha ka përmend që përveç ummetit e Muhamedit alayhis salam, që do të hyjnë në xhenet, pas ummetit Muhamedit alayhis salam, edhe ummetet e tjera. A mund të na flas thot diçka për këto ummetet të tjera? Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. E falenderojmë të madhen Allah, salavat e selam pejgamberit të bekuar, shokët i tij të nderuar, të gjitha atyre të cilët rrugën atij burrit të madh derisa tek sa ditë kanë ndjekur dhe kanë trasuar. Pastaj xheneti është krijesë e Zotit. E krijuar si vend banim, botë në veti, për robët e Zotit të sinqertë, të cilët e pasojnë pejgamberin e kohës së tyre. Jetojnë si mbas shpalljes qiellore. Njerëzit kanë me vdek. Njerëzit pas vdekjes, Allahu ka garantuar, ka premtuar, ka siguruar se ka me ringjall njerëzit. Dhe se ajo botë quhet botë e përjetshme. Kjo është botë e përkashme. Këtë gjithësi nuk e ka një botë. Allah i madhruar në fjalinë e parë, ajetën e parë në Koran. Çka thot? Elhamdulillahi Rabbil Alamin. Falëndrimi takon Zotit El Alamin të botrave. Shams, jo i botës, El Alam është. Rabbil Alam, një botë. El Alamin të botrave. Dashmër nga kuptimi botës njerëzore, shtazore, botës i gjinëve, botës i melaçeve, dashmër nga kuptimi botës dëtare, toksore, nga në biologjike, nga dashmër botës toksore, qiellore, të tjerë, po edhe kuptim fetar, kësaj bote dhe botës tjetër, madje edhe mes dy botrave, e që është jeta në varreza, botën veti. Botën veti. Pra të ka xheneti. Është darë, shtëpi. Po është shtëpi 4x4. Shtëpi e fjala vend banim. Shtëpia është vend banim. Shtëpi. Të cilën Zoti ka krijuar, ka përgatitur. Këtë tokë, Allahu e ka krijuar dhe ka përgatitur para se me kriju njeriu, apo pas se ka kriju njeriu? Para se me kriju njeriu. Pra te madhe Zot, krejt krijesat e ka krijuar njëherë, të gjitha, i fundit në ditën e gjuma, në ditën e 6 të krijimit, të krijesave, Allahu e ka krijuar Adem alayhis salam. Në fundit, pasi që e ka përgatitur çdo gjë. Dhe e ka bërë këtë tokë vend banim. Nëse një shtin në xhenet të ndodhë që ka ndodhë pas e erdhen tokë këto, dhe këtë tokë e ka përgatitur për te dhe për bejt, nipat, së nipat, pasardhës të tina deri në kiamet. Po kështu, Allah ka përgatitur për njerëzit, për njerëzimin, një botë tjetër pas ringjalljes. Ama atje ka nda.
Sepse atje funksionojnë ligje tjera. Nga saj është botë e shpërblimit, e gjezas, e marrjes së çmimit të punëve të cilat i ke bërë. Për që e kuptën për të çmim, si për të mirë, si për keq. Me vjell atë që e ke mbjell këtë dynja. Atje ka nda. Për atë Korani, për fillim dhe në fund, dhe libra tjera të qëllot me hershëm, të regojnë se atje, fariqun fil gjenneti, o fariqun fil saghir. Një grup kanë kitan në gjennet, një grup në gjennem. Gjennemi botën veti, vend të bim. Për ata të cilët janë të rebeluar ndaj krijuesit të tyre. Gjenneti vend qëndrim, botë e madhe, pa fund. E krijuar për rrëpt e devotshëm të Zotit. Se koncept. E tani pse është quajtur xhennet, sa është e madh tjerë, janë tema të cilat duhet më shpjeguar me ligjërata të tjera. Tamam. Por si koncept. Mirë. Nëse është kështu, atëherë, a ka pas rrëpt të devotshëm para meje dhe teje dhe para pejgamberit tonë dhe ymmetit tonë, gjithsesi po. Njeriu i parë, Ademi, është njeri i devotshëm. Rabi Zotit, madje edhe pejgamber. Tekstualisht ka në hadith se është pejgamberi i Zotit. Wa kana Adamu nabiyya. Edhe Ademi ka qenë nebi, pejgamber. I shpallur. Ka besu Zotin hak. Rinjallin hak. Gjenetin gjehenemin hak. Me laqet hak. Parimet e dinit. Pastaj ka nërë pejgamber të tjerë. Që të gjithë të njëjtin mesazh, mision. E ne budullahe, malikum min ilahin gajru. Tekstualisht. U kanë thonë kështu pejgambert. Se cili? Popullet vetë. O, ju millet. O, ju njerëz. Adhërojnë një zët. Ju nuk keni zët tjetër pas tina. E ne budullahe, o që të një butë tagut, në jetin tjetër. O, ju millet. O, ju njerëz. Largojnë besimive të kota. Largojnë, distancojnë prej besimeve të kota. Adhërojnë një zët. Një zët adhërën. Dhe largojnë besimeve të kota. Kështu që njerëz të ndanë. Në besim. Diku 10 shekuj mas Ademit. Diku 10 shekuj. Se shtat Abdullah ibn Abasi. 10 shekuj mas Ademit, pra, këtë periudhë e Ademit, dhe bive të ti, e Ademi ka jetuar 1000 vjetë, me hadith, 1000 vjetë. 10 shekuj mas Ademit, kanë vazhduar njerëzit të jenë në fen e Ademit, a.s. Në fen e Zotit. Në fjallën la ilaha illallah. Pa të s'ka pas Muhammed Rasulullah. Muhammed Rasulullah vën. Por la ilaha illallah. Pas të është faq shirku, paganizmi. Dhe Allah dërgoj Nuhin dhe ndan njerëzit. Për herë të parë ndan. Ata që pasuan Nuhin dhe në fund mas 950 viteve, mas 950 viteve tekstualisht se këtë në Koran, 1000 senetin illa 50 ama, fa akhadhahum at-tufanu. Pas 950 viteve, i përfshiu tufani. Ondan, hypen në një ata që hypen, e që mendohet diku 80 veta, e thuhet edhe me pak, krejt të tjertë, ondan. E kështu me ra pejgamberit, tash. Tani erdhe Hudi, Salihu, dhe kështu me ra pejgamberit e Zotit. Pejgamberit e Allahut, dhe ata që kanë pasu pejgamberin, gjithë se janë xhennet. Xhenneti është për neve.
Gjeneti pra është për çdo rob të Zotit i cili beson Zotin hak. I cili beson Zotin hak, nuk i bën Zotit shirk te baraka wa taala. Nuk i bën Zotit shirk. Mirë. Pejgamberi kur është fjala tek pyetja se ne kemi thënë myte pejgamberit të nxjerrën çka bëhet me mytet e tjera, ka një hadith të vërtetë që cek Tirmidhiut dhe të tjerë se njerëzit në ditën e Kiametit, ata që kanë me hyrë në xhenetlit, janë 120 safa, rreshta. Po nuk ka safa tjera 10 me 10. I pafund. 120 safa. 80 prej tyne janë ymmet i Muhamedit. Sallallahu alaihi wasallam. 20 janë ymmetet e tjera. Ata do të hyjnë në xhenet. Ama ata që kanë pasu pejgambert. Por fatkeqësisht, kur shumica e shoqërisë, e popujve, të ati pejgamberi, se cilëve që veç, kur shumica nuk e kanë pasuar. Kur? Për ata asnjë pejgamber. Për i këtyne sa që ka në hadith të Budharrit, 124.000, asnjë pejgamber nuk është pasuar, ndjekur, pasuar, besuar, më shumë se sa pejgamberi ju. Për ata ka thonë ki bekuar, o arju, en ekune, ektharu taban, yawm al-qiyamah. Dhe shpresoj të Zotit shumë, që ditën e Kiametit të kemë une më së shumë të pasus. Dhe më së shumë të janë. Për ata muslimanët, në këtë dynja, ummet e pejgamberit në falë, këtë dynja me numër janë pak, krahasoj me ummetet e tjera. Sa që ka në hadith, të vërtet, se pejgamberi ka thonë, ummeti jam, numri ummetit tem, ose me antum fil nas, jo o ju një, musliman ne pra, sahabët e tjerë ne për mas, jo, përballë njerëzimit krejt, jeni sikur se një kime zezë në lëkurën e kaut të bardhë. Bota shumë njerëz ka pas. Në këtë dynja jena pak, e jemi të fundit, mas neve nuk ka. Ditën e Kiametit, jena të partë që futëm xhenet. Dhe jena më së shumti që hymë në xhenet. Hise më së shumti në xhenet kemi ne. Ai bekuar, kur i ka përgëzuar sahabët e vet, ka thonë, shpresoj të Zotit që ju të jeni 1/3 xhenetlive. Sahabët kanë thonë Allahu Akbar, të ngëzu. Tani ka thonë, shpresoj të Zotit që ju të jeni gjysmë banorë të xhenetit. Kanë Allahu Akbar, janë ngëzu fort. Të shpresoj që mos jemi në tyne. Tani ka thonë, shpresoj të Zotit që ju të jeni 2/3 të banorëve të xhenetit. La ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Në mesin e tyre ka thonë ai bekuar 70.000 veta. Hynë në xhenet, bi ghairi hisabin wala iqabin, pa asnjë llogari. Drejt në xhenet, për ditës Kiametit. 70.000 veta. Të partim xhenet ne. Pastaj hynë ummetet e tjera. Ummeti i dytë, ummeti popull, shoqëria, mas neve vjen ummeti Musaut alayhis salam. Edhe te kanë pasuar shumë. Por ma pak se neve, ma pak se pejgamberin ton. Por ka pas pejgamber se ka pasuar asnjë. Për ata që bekuar ka thonë, vjen ditë Kiametit ndonjë pejgamber, ka thonë, unë më shumë të kam, mas shumë të kam pasues. Po vjen pejgamber i cili i ka 3 veta. Vjen i cili ka një grup njerëzish, vjen i cili ka 2 veta, vjen e një se ka asnjë heq. Ma xhenet asnjë. Lut alayhis salam. Lut alayhis salam. Është thonë në librat historisë të tefsirit të tjerë se ata kanë besuar vetëm 2 vajza të veta. Kanë qenë 5 qytete, thuhet 7 qytete. Rreth detit të vdekur. Në Palestinë. Që sot një pjesë tjetër ka Jordan, një pjesë ka Izraeli.
Shteti kryesor, qendra e ty në kryesor ka qenë Sedum e quajtur kështu. Tanë në fundosur, janë këthy për prapë kështu. I ka shkatërruj madhe Zot. 2 vete kanë besu. 2. Qenë bjetë e tina. Dhe vjen pejgamber dhe se ka asnjë me vete. La ilaha illallah. La ilaha illallah. E rëndësishme, se bënëm temë, në xhenet kanë për të hyrë krejt ata, prej Ademit njerit parë, që kanë pasuar pejgamber të Zotit. Ama këto është një mesele, se pejgamberin ton, prej ardhës pejgamberit ton, ai që nuk e beson pejgamberin ton dhe nuk punon me shariatin e pejgamberit ton, me legjislacionin e pejgamberit ton, në xhenet sënhen. Sënhen. Asnjëherë. Ai i cili kanë zonë gjallë Isën alayhi salam, dhe nuk ka besu Isën për pejgamber, por ka qëndru në besim se jo në kom Davudin, jo në kom Musen, jo në kom Ibrahimin. U të ata i kjenë, na i kjenë ata, na ta në kjenë ata, na nuk i ndojna. A mu Isën këtu me besu pejgamber. Ja se besojmë, në xhenet s'ka. Vjen Isa, mas tina vjen pejgamberi Muhammed, dhe i bekuar vetë ka thonë Isa, wa mubashiran bi rasulin yati min ba'd ismuhu Ahmed. Dhe për ju përgëzoj, o ju benu Israel, Izraelit, për ju përgëzoj juve me një pejgamber që vjen mas meje, dhe e ka emrin Ahmed, e që është Muhammed i njëjti. Kështu që nuk ka kush që ndëgjën për pejgamberin tonë, mas ardhjes së tina dhe mas britës Koranit, e që vazhdon me ndjek dhe një fe tjetër, e që ka me hynë xhenet, kurrë për jetë. Kështu ka një pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Kështu thënë ajetet kuranore, kështu thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Për ata i bekuar thot hadith të vërtet, pashat që nga dërgu me të drejt, me hak. Nuk ka njeri me këti ymeti, i kështara që fot, që ndëgjën për mua, e nuk më beson mu, edhe vdes në zën deka, pa më besu mu, e që nuk kam eshti Zotin zjarë. Sun në xhenet. Sepse është kusht me kam la ilaha illallah, Muhammedur Rasulullah, me besu pejgamberin. Ndërsa kot Isës, me besu Isën. Para Isës, me besu pejgamberin që kam pas. E dejtë e koha Isës, ka qenë pejgamberi legislacioni Musaut alayhi salam, në funksion. A i ka qenë. Legislacioni Isa alayhi salam, me që është Injili, e ka anulluar legislacionin e me hershëm, dhe është obliguar atyne me besu të vjetrën, por në pasu të trenë. Me ndryshimet që i ka. Sepse shërat për shëratit ndryshon. Ndryshon. Në legislacion, jo në bazë, se në bazë tonë pejgamber thënë la ilaha illallah, por në legislacion, në agjerime, në zëqate, në martese, në shqitblerje, në jetën e përdiqme, në gjërat sekundare të cilat quhen, jo në çështjet parimore. Sepse kur për jeta se pejgamber se ka thonë kujna, unë jem birë Zoti. As unë jam, ku di unë, asnjëherë, kur heq. Ose adhërën e gurën, drurën, harrat mu. Asnjëherë. Pra, me përmbyll, në xhenet kanë me hy, të gjithë pasues të pejgamberëve, që kanë pasuar pejgamberet në rrugë të drejtë, në rrugë të vërtetë. Kemi një telefonat në linje. Selamu alaikum. Aleikum salam. Përndej që na keni telefonuar, na bon Allah që keni prit pak, keni pyetje për hoxhën? E s'ka dert, po e kam një pyetje për hoxhën, që 2 muaj e kam gjitë në mbulesën. Për hajr. I kam, hajr praq, faleminderit, i kam edhe 2 fëmijë. Çikën e kam 3 vjet, e djalin 2 muaj. Nuk po kam shumë kohë mu përkushtu në lexim, në adhurim, me bë dhikr, edhe namazet ka njëherë veç farzët po i falje. Po dyqysh po e ndjej vetën jo mirë, se po nduket që kum lan pak anashkit pun e fesë dhe po ndjena keq edhe krejt familjarët s'po m'folin atin fjalë të mira, pse e ke ngjitje basi plak, e basi arabis, madje te shtëpia jam, nuk më shku që 2 muaj se nana jam nuk po don heq. Unë e kështu kur po më folin që shto s'po jam fort në gasht, po
po më vjen pak inati se nuk po di qysh me javë këthy që me javë mshil gojen. E veç da është në një këshill për i hoqës, që me ju thonë se shumë po kam fjallë, veç burri që po më për këra tjertë, krejt gjithë qka të më thonë. Veç po du që me ju thonë, se po jes, si jes veç qysh po jes kur po më thonë ashtë. Tamam. A ke bëtë në ditë pyqja s'ke bë për që mëselja? Jo. Tamam, ka qenë tjetër motër. Allah në dhero, faleminderit, tash e marrim një këshill prej hoxha. Ok, faleminderit, që më Allah ish për vlet. Amin, inshallah, Zotë e rujt. Se të njëjtën pyqja na bëri para mrana këtij muaji, një motër, rastin gjajshëm. Para 2 javë është kjo. Këtë mrana këtij muaji, tash 2 javë, 3. Ko tha se o mërzit për qërtojnë, për fynë, për rëndojnë të gjithë, pas burët. Që e thashone? Po të më të fortë, më të mire pas ke me veti. Po të kryesore pas ke me veti. Po të një tjerëve që jepe selam dja, selam të majtë, edhe s'keshja. Veç keshja bërë, po 5 parë më s'jep. Veç keshja. Që motër, familja jote dhe burrit, me ka me një fenë, e praktikojnë vetë. Dhe të puthen në balë, e të falenderojnë, e të përgëzojnë, e të binë dharata që jem lu, e të lakmojnë, po nuk e dine motër. Ande një njeri, kër e bën një veprim, që nuk e din, më së hatran të shumë. Më së hatra. Thujo zëtë, qiljav, hapjav zamrat, këtyne njerëzve, se këta nuk përdin që janë të t'hi ty në hak mas pare. Nga se dikush që e përqesh shamin, a i në hak, Zotit se për përqesh, për talët me një, farës të Zotit. Kjo është mas buti, me buta, nga se ka mësi del për feje krejt. Dhe me nëza deka, përshë Zotit sa ka pas gjenetin me sy tani. Dash të agjeran, dash mos të agjeran, dash ka të dëlet ban. Njëri ju mund del për dinit për vrejt. Dhe nëza deka, 700 koflar të hajnë. Ditë kiametit. Nuk bëhet shaka me fe. Nuk bëhet shaka me fe. O ju njerëz. Por ja që njerëzit flasin pa dije. Kështu që mos tjetë hatërë shumë për lëdhimin ata mas pari, për gabimet që e bëjnë, për gjendën e tyre, sepse i në Zotit hak, së dyti, për të bëjnë dhe ty e zëllon pa të drejtë. Sepse ti nuk e harë për një planeti tjetër. Ti nuk e prufi 3 për i gjepit tonë në prej ku ta dione. Ti veç e ke eri për 3, e ke eri në gjallë. Një pjesë të fesë, që e ka pas gjysha jote, gjysha burrit tanë, gjysha babës tanë, nanën babës tanë, nanës tanë, edhe kështu mërë. Veç e ke eri në gjallë. Tamam? Dashtuj me dje një tradit që kanë pas nana gjyshet tona. Një tradit fetare. Apo, që është edhe pjesë e fesë. Po të njëjtë ku gjithse si tradit e popullit tonë. Ma dje krishtere, muslimane të gjitha feve. Dhe jo vetëm shqiptarve, po edhe të slavëve. Se slavë, po se kanë qitë gratë e veta, Allah i ndërovë, të kejtë kështu qelë të anë ta? Jo, pasha Zotin, asë njëherë. Asë njëherë. Por ato të mbuluara, këto të mbuluara, që futët të mbuluara, kejtë dhja e kanë të mbuluara gratë. Këto qytive që kërën gjallë, për nuk përdin, andaj më së hatra. E di që ti prejkesh i femën e ndishme, emocionosh e tjerë, dhe është diri dy kapshme, por se këshill lapa të mëse ledhë krytë shumë. Lutë Zotin me i drejto me odhëzu, me azbu zemrë, për nanës tane që ki njeri me të afert, dhe deri të vihra dhe të tjertë. E të nana më që më shkua dhe ka përqafe nanë, dhe i nanë, po është në zeta i në të bukës konë. Po të nëzema i nanë deka, po të nëzema deka i nanë e me nuk di ku kush ka të Zoti. Po që që thu qikës tanë e tim, më ke bëse në Arabie, shme më ndoshme për shami. Se plak. Kështë që më së mërzit për punë, më të rallaj të rujtë. Mund deshta që të bashkangjitëm edhe pyetjas që telefonusja motra e përmendi që për përkushtimit të fëmijëve nuk po kam kohë shumë përkushtim ndaj namazit, po hali farzat.
Nuk ka dert. Ka dhe disa tjerë që kështu i falin vetëm. Nuk ka dert. Nuk ka dert herë, jo gjithë. Herë, jo gjithë për përsëris. Heqëlania e suneteve gjithë është për mëkateve të mëdha. Te ka si Ibn al-Battal, komentuesi pari Sahih Buhariut dhe Nevaviu dhe me 10 ulema. Andaj ne ehlusunnet e xhamati Zoti na rujt me bojkotu sunetet, eudhu billah. Por nuk ka bojkot kë, po kjo është pa mundësi me fal apo përderisa i kam për të njëjtën kohë farzën e Zotit, sunetet, po edhe fëmin, burrin, bukën, mjeshtrin të shtëpia, shëndeten, këto angazhimet, ose punën në shtet, kompani ku je. Ti ku i kam? E pa mundur, këtë më marë për e herë. E pa mundur. Të të me hinë hak dikujna. Cëllën të marë, e hinë hak dikuj. Apo? Punëtore është në punë. Dhe drejka e ka dhe të rëqate. 4-4-2. Të spit dhe kri, zgatët edhe le. E që mund të i mërë gjësore. Po gjësore, a mu të me të heka rogën atë gjësore, ty pages me gjësore, vje mërzi? Po të gjësore ki pauzë, edhe gjësore për zgatë këto, po bëhet 1 orë. E mirë, po nëse e falë veç farzën për burë, po vetën e verhojgjë dikun atje, nëse e falë veç farzën, dhe sunetin para dhe mrapa, dhe të tjerët e lenë krejt, kur jenë punë, sepse po preshin mështeria, po preshin qytetarët, klientët, ku ta dijo në çfarë punë kaj. A prish punë, se po vinë hak mu, po vinë hak kompanisë, po vinë hak shtetit. Jo, Allah nuk prish punë, po është më mirë. Tamam, një të ngjarë, edhe të shtëpia, të fëmia, të kajnë fëmia, 3-4 fëmijë, shëndeti i ligë, angazhimet të mëdha, ose edhe shëndeti kur është i ligë. Kështu që s'prish punë nga njëherë me lanë sunetet, por jo me bosh prehi, kanë thonë në lemat. Jo me bosh prehi njeri ju me thonë, hama se bëllën farzët, të t'ju Zotit. Nuk janë bëllë farzët. Farzët janë bëllë kuptim i kryve borqën e Zotit, por mësë bazan të me thonë, më dalin bëllë ditë kiametit. Të t'ju Zotit. Sunetet me i falë. Në qantit sabahot. Dhe tjerat kur të munesh, akshamët që të shpia nëse jenë shpe, nëse ndrejk nuk jenë aksham. Jasin, sunet e fonit jasis, dhe kështu më ra. Pra nga njëherë nuk prish punë, shka ka angazhimeve, me familje, me shëndete, me safere, në punë, në shkollë, provime, obligime, tjere. Allah ndëroftë. Po që besoj që pajtosh, shkojmë një pauzë të shkurtër, të dashur miq, shkojmë një pauzë të shkurtër dhe rikthehemi sërish me emisionin Rruga e Ndriçuar me hoxhën profesor doktor Shefqet Krasniqi. Selamu alaikum të dashur, me që jemi rikthyer sërish me emisionin Rruga e Ndriçuar me hoxhën nderuar profesor doktor Shefqet Krasniqi. Pra mos harroni të na kontaktoni në numrat kontaktues 046220022, po ashtu të na ndjekni dhe në kanalet private të hoxhës në YouTube dhe Facebook profesor doktor Shefqet Krasniqi. Hoxhë nderuar, na njoftojmë që kemi një telefonat në linje. Selamu alaikum. Aleikum selam. Faleminderit që na keni telefonu, keni pyetje për hoxhën? Mas pari, elhamdulillah, që ma mundësoj Zoti me ron kontakt me hoxhën, që s'di sa vjet jam të tentu me ju marrë ndin. Jam një grua e divorcume, e kom një qik 10 vjet, kom pas martes 15 vjet, martes të mirë, të shnosh. Një qik ma ka falë Zoti 5 aborte i kam, ato mi ka marrë Allahi me shpirti, në kohën dhejnë mujnë e 6 e kom qu shtëzanin, po s'ka dorë Zoti me mi falë, jom pajtu me atë pjesë, tani burri filloj me më tratu, e zbulova, jeda shmëndësin mu pendu, mu këthy hatri qikes, a i vazhdoj ke njejt, dola edhe me atë zoje më fola, thash, po të pranoj edhe si gru dytë, veç më shkatra familje, po prapaj
ka bo kunor tinës meje, e ka marrë gruan, ka shku në Gjermani, me mu s'ka kontakt heq, unë jetoj në shtëpinë e burrit, e kom vjerën shumë të mirë, do me thonë ajo më ka dalë hakësh deri sot sikur non, po du mendimin e hoxhës që a i kom dalë hakësh unë e burrit për familje edhe që kam kishë sugjeru ti si pas fesë me vepru une në këtë rast temin. Qikës nuk ja kom ndalu kontaktin me babën e vetë, edhe pse a i zvën me majtë kontakt me mu, qikës i foli mirë për babën, e ka babë, po une si poziti kom 37 vjetë, kom met pak pozit palak mushme. Se sa ka shu burën që U lazonin televizorit, lutem, ndërume. Burri ka shku Se sa? që 6 muj ka shku në Gjermani. Se sa? Që 6 muj. Që 6 muj. Tamam. Po, shku, a mo që një vjetë ka bo kunorin tinës, që ja kom zvullu one në komunje, më shku e kom zvullu, që a i ka bo kunor, tinës meje, me mu s'ka pas kunor, s'ka dosh me bo. Me djallë. Ha? Nona vetë a full me djallë, nona vetë. Nona fol, me djallë, familja kanë tentu, gjithë shka me bu me këthyte one, me atë nuse nuk kanë kontakt, djallë normal, i kom thonë mësë shkëpot kontaktet se ki djallë, po ai me mu nuk donë me majtë kontakt as për qik heq. Edhe pse unë jam këto, respektoj vjerën e du, më danë, kejtë, po veç menimin e hoxhës po du, unë ka është ma e mira me bu. Ta shë marim një këshilë për i hoxha, Allah i ndëroft, të lusoft. A i burë, që ka vepru kështu që pëthët këmote, nëse është që shtu që pëthët gjithmonë, a i nuk ka djali mirë. Nuk ka djali mirë a i. A i ka hinë hak kësajna. Ka hinë hak shumë. Kjo si motër besimtare e ka kuptu që burri ka të drejtë, është hidhur e ethtë, po është e lejuar. Dhe këtë këshilla shanën e të gjitha motrave, ju përpiquni me i bindë burrat që mos po martu. E mënyra më e mirë është jo me presion, por me sjellje. Me sjellje të shkëlqyeshme, ja mbyll burrit të gjitha dyert, veç me menu, e lërë më me vepru për ndonjë gru tjetër. Sepse e fëmijë nuk është. Pa flasë që shumis tash, ka të lëfar burri, ka të lëfar klastraveci, por që shumic e burrave e dinë se e kuptojnë se Zoti ka ndëru shumë e këtë gru, dhe se nuk gjenë tjetër kështu. Dhe i dhimen e prishë, edhe nëse gjenë, apo nëse e afrohet, dhe të s'me e prishën i kësajna. Nga se kjo njetë nuk e dinë që ma prish mu. Nuk kam njetë njeri une, cilë më nganë, më respektanë, më danë ma shumë. Qysha prishë rahatin kësajna, po nuk du të adhë në i këto. Nuk du t'ja shënë i piklehu ti. Kush e shtini burrin? Me vepru kështu, me pas këtë bindje, sielet e mira, të grus. Kjo motra, ka shku dhe në haptutje, dhe ka thonë atina, ti vesh nëse ke vendos, merë bre? Merë. Që dikon, ku dio në shpi tjetër? Merë. Qa me po? E aj, ka hikë. Këtu ka bo keqe, ka bo zëllëm, grus, dhe ka hinë gjëna. Allahu ka thonë, mësëlleni gruan, vë të dhëru hakel ma allika. Mësëlleni të vjerë. Ose mbanë, ose ndane.
Femsikuhuni bimarufin, o farikuhuni bimaruf, ose mbani me të mirë, të shkahi me majtë burë gru me të mirë, ose ndahi me të mirë. Pra mëse ma i në tortura fizike, psiqike. Ndaje pra. Ose mbaj gru që shkahi e burë, majtë gru që ka thonë Zoti. Të pyta të sa është atje, sepse ka bët 6 muaj. Momentin që burri e bën përmi 4 muaj, larg grus, pa lejen e grus, pa miratimin e saj, gruaja automatikisht ka të drejtë me kërku shkërërsim. Dhe nëse burri nuk jep, shkon lyp gjykat. Kë 6 muaj, dhe njëtë se ka marrë, dhe nuk flet me gru, dhe nuk komunikan. Që me kuptu kjo? Kjo me kuptu që ajë nuk dhe me një për te. E në farë mënyrë në heshtje ka nda. Kjo është ndarje në heshtje. Tash, ajë për vete ka gruna tje nuk je keq. Po kjo është. Kjo asë nuk është me burë, asë nuk është pa burë. Atina që kam vërën të më nejë që të nashta, sepse më bëmë prish me atë dytën, ose me bëmë një mush mena se dytës që bënë më këthyte e para, kë vjen të ka që tu, ti e shpetina. Ti e din, konsultoj me familje tane, por, mendja e mendimi e më thët mendja, kësa raste, si motër, si kërjes e Zotit të dapt, ku ki nevoj për krah, me pas strej, ku më shtetësh, dhe te e thë familjes tane, babës e lazime ka në ke dhe këti shkërëzimit i jep fënd. Sepse i 37 vjetë, e vjetë shkojnë i bën 47, i bën 57, mi arruti nana tina, e shpina ti mi arrujt. Të nana ti e dënë, Allah që përbleft, edhe ty dënë, edhe të Allah që përbleft. Por s'ka faja jo, s'ke faja s'ti. S'ke faj ti, s'ka faj asa jo. Të dën plak vetë. Qi ka nese martohet, rritet, shkon të burri, ose s'këshyr heq. Andaj, kësëlltaj me familjen tanë edhe se puni biri mas. E me mujtë atina, i farë letën, i farë mesajnë, i farë me shku dikush që fletat të jemë, fletat tja, ku ta dionë, me thanë zëtë një, vendas në djatat majtë. Djatat majtë, dhe mësë në zhagit punën, sepse kënë rejule punë. Allah të zgjët hajrën e motër, të arrujt atë vajzë, të arrujt dinin, të zgjët hajrën për dënja për aheret. Allah ndroftë hoqë. Lexojmë sa pyetje që na kanë arritur, thotë gjatë vizitës në Perëndim kemi vërejtur se ka disa vëllezër që punojnë në Kroaci e Gjermani, falin 5 vakte, mirë po xhumon jo, edhe nëse kanë xhamin afër. Që xhumoja është prej farzeve më të forta të Allahut i madhruar. Për farzë më të më bëtë e Allah. Xhumoja është farzë më i madhë se sa dreka. Për ata dhe në zanëve, anë drekës, dhe dreka bije. Allah Azza wa Jalla ka ngritë shumë namazën e xhumas. Madje ja ka bashkangjitë edhe hutben. E ka obligu musliman detyrimisht me shkue. E ka bërë edhe ditën e të bekuar, ditën e xhumas, dhe ka emërtu në emën të xhumas, dhe ka zbrit surën në emën të xhumas. Ka obligu musliman të keni të bim javor, ku mlidhen krejt mashkujt, e fshatët e qyteta për të lagjes, në xhami, krejt mlidhen mashkujt.
e femrat një vullnetare, ndashin shkojnë, ndashin nuk shkojnë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam shumë ka folë për xhuma. Për ata ulemat, të gjithë pa asnjë përjashtim, lënien e xhumas e kanë konsideruar për mëkateve më të mëdha, për harameve më të mëdha që më një bën robi. Madje, shumë ulema kanë thonë, se nëse njeriu e lën xhuman me qëllim, pa arsye, del prej dinit. Del prej dinit. Kjo duke bazuar hadith pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, men taraka thalatha jama'atin tahawunan biha taba Allahu ala qalbihi, ai që lën 3 gjuma duke janë shkaluar, s'dan me fal, s'du me fal. Taba Allahu ala qalbihi, ja vullos Allah zemrën e tina. E që një figurative del pejmanit. Runa zët, është shumë rrezik i punë. Tani, ata të cilët e kanë largës po i me falë, janë të angazhuar këtë mesele tjetër, por pyetja ishte nëse kanë mundësi me falë, por nuk e falin. Arsye nuk kanë. Ndoshta, e kanë ndonjë fetva të ladht të dikujt që mos me falë xhuman. Po e fetva shumë e ladht dhe vetëm kaq, po është dëmshme. Dhe vetëm kaq, por është në kundërshtim me rregullat islame, me parimet islame. Nuk jetohet në një vend përjetësisht dhe në vdekje ku nuk ka xhuma, o ju njerëz. Nuk jetohet. Vdes zemra, vdes imani, vdes dinit, s'ki din. Kur e ka kuptu musliman këtë parim, që kanë ba? Pej kilja që në fund funit të Amerikës Jugore, deri në Alaskë, në verin Kanadë, dhe deri në Siberia, deri në Afrikën e Jugut, deri në Australi, deri në Zelandën, deri në Fiji, për të Zelandës re, e mos flasim në Evropën, në Arabi, në Afrikë, ku dëshirë muslimant e kanë parasysh këtë parim. Andaj organizohen vetvetio dhe falen xhuman. Tani falna për shkolla, ana për depo, magazina, në për podrume, në ledin, verës, në fush, a falna për xhamia, objekt xhamia, që në vendet islame, kapak deri diku në disa vende evropiane. Këtë kjo është çështje e mundësive, por xhuman nuk bën musliman të falë. Po bën kur i përkohësisht ka më punu një punë dikon 3 muaj, 6 muaj, 1 muaj, 1 javë ke punë large. Amo jo, gjithë me thonë, unë dhe i destut nësë me falë xhuman. Shalë ben fill. Që se falë xhuman dhe i destit, ja jenë tuk të buskon. Ta për buk të barkë dhe me hup imanina, në rëpë punë, shka diku ka xhuman. Nëse me rëpëshim di xhuman, sa dhe 100 km kana për Amerikën, ka na që shkojnë 100 km me falë xhuman njerëzit. Ai se ka bërgjë, po do të shkoj, do të më shku më falë, u shqy shpirtin. Ai se ka bërë xhuman, po tani ka bërgjë me bo veti qarë për më falë xhuman. A gjithë me najta e pa xhuman? Thot, jo, nuk rri gjithë. 1 kilometra për më në Amerikë, nuk jenë sen. Përgjësore shka jone. Apo, se kur kënë kam përgjësore, në qytet Mirana që jetës në kam, a jetë në autoban përgjësore. Sprish punë, e rëndësishme, xhuman me falë. Dhe kështu e vërpojnë muslimant. Ata që kanë këtu, dhe që kanë këtu. Nërsa ata që kanë këtu në ashtë, apo këtu s'kanë, të në probleme po. Probleme po. Kështu që nëse ka ndu kështë fetfa atyne, se nuk e kanë obligim me falë xhuman, apo si pranohet xhumaja në të vende, më zëmakish për ata që kanë fetfa, dhe më zëmakish për ata që ngojnë. Të atil, unë
Për s'po du me paragjyku, por po kam frikë, se pyetja po më tigëllon çashtu. Të atillë ka në shumë edhe të botës. Ka në Turqi. Ka në Turqi. Mund të ketë edhe në Kosovë. Për shumë pak. Dhe gjithiju. Sepse i konsiderojnë prej kushteve të obligueshmërisë se namazet xhamas është edhe me qenë prisi i shtetit musliman. Me qenë shteti islam. Se mbas tyne. Mirë. Po që s'ke shteti islam? Milion gjëmatë na 1 miliard dhe sa muslimon jena, 1 miliard dhe gjysë sa musliman. Këtë milion gjëmana? Ka logjikë punë. A thot njeri meqëm këtë dënja asat që ne mës ta falim gjëman krejt ke Evropë, krejt ke Turqie, krejt ke Azije, krejt ke Afrike. A ka logjikë punë? Për ato ulemat e menqër, kanë thanë, dhe vëte kam cekur në librën Fikuj Pakicave, sfidat e musliman perëndim, që përket ty në shumë, që në perëndim. Kam cekur aty, se disa ulema kanë thanë, kur janë të rihik musliman për Indonezis, mas 800 viteve qëndrim. 800 vite qëndrim. Shtet islam, musliman, shta Spanjol të Portugal të këta, këtë gjakë ty një afshir, a dënën ty një qasju del. Këtë del berbere, del amazigë, del sefar arab të popëve të Afrikës Veriore. Edhe shprehjet e kanë shumë për ty në lëkure, gjyrën e kanë të ty në, kuzhinën e kanë për ty në, shumë për ty në kanë të ngjesh me ta. Sepse mbetën aty, 800 vjetë. Ulemat pastaj jenë kujtu e mirë që i bëtë atyre muslimanët cilët kanë mbetur në Evropë. Për te ditë, për te mesdhejët që është në Evropë. Qa bojnë ata njerës? Dhe kanë thonë, në ato shoqëri e kanë muslimanët për obligim me organizue jetën e tyne fetare. Ngjajshëm që kemi nëse për shembull bashkësit me shehatet islame. Midis Rusije, zemra stalinizmit, komunizmit, është një bashkësi islame, një me shehat. I mirë i keqë. Kryesorja e ka në korrez, e ka përsipër organizimin e jetës fetare. Me Rumunije, me Bullgarije, me Hungarije, me shtetë komuniste, krejtë ku luftu feja shumë. Dhe ka qenë shtetë komuniste, që në diskutohet për islam aty, për shtetë islam. Që të pak që kanë betë musliman, organizohet vetën e vetë, kështu kanë thanë ata. Dhe kështu është vepruar, dhe kështu duhet mu vepru, dhe kështu për vepru sa musliman të elhamdulillah për Evropë. Për ata sot me qindra xhamia i ke, vetëm të shqiptarën e për Evropë. Me qindra xhamia. 1100 i ke vetë në Zvicër, të shqiptarën, 1100 janë. Tu atë afer pak ma pak në Gjermani. Pra qindra vetëm shqiptarëve. E ku jenë tërgjve, tarabë, somaleze, boshnjake, e tjerë. Ato, veç Franca mund të ketë mira në xhamia. Veç Londra vetën me Manchester, me disa shtetë më të ka me mira xhamia. Njerëzit organizojnë vetë jetën fetare. E që pej zemrës, ajka, jetës fetare është edhe, namazet xhamas, është simbolike madhe, fort, e islamit. E me thamë për fali 5 vakt me latë gjëman, këta inshallah nuk e kanë me këtë bindje, se kanë punë të keqë. Andaj do të më pëndu të zotit këta njerëz, dhe më organizojetën fetare, e me falë gjëman. Morim dhe telefonatën e fundit, mësë është të nga pritë që disa minuta, shkurtimisht, pasi që veç ka rritë koha për fundimit e emisionit. Selamu alikum. Selamu alikum edhe për juve. Alikum selam, rahmetullah, në bala që ke prit, keni pyti për hoxën? Jo, s'ka për me.
Po lidhe me gjumon edhe une, në xhaminë e turqve këtu, ven pak çudiun që nja 4 vjet jam këtu në Gjermani, në hutbe, hoxha e ban doan, edhe gjithë xhamati i grejnë durët e thojnë amin. Kjo pak çudi, unë vim për i Shkupit, të na atje kështu s'kam pa, e do ban hoxha, po do na xhamati nuk e ngret durët. Kjo pyetje e parë, edhe pyetje e dytë është më intereson mu për shembull hoxha kur kënon mukabele ose asher mas namazit jacijës aman e resulin apo diçka shumë xhamat çon thonë sa kjo kur gjon a është mirë kjo është a është bidat a është du me di. Selam aleikum, mos i marr më shumë kohë. Aleikum selam rahmetullah. Aleikum selam Shkupjan. Allah në xhennet qoft. Dialektin Shkupit, që dihet të shpaqallzu ti. Vesh po të parlemoj që minutat e emisionit kanë përfunduar. Ne shkojmë minutat në hajër po shkojnë, elhamdulillah në hajër po shkojnë. Në sharr nuk po i çojnë, elhamdulillah, zot shëtëri ya Rabbi. Ku më marr me çket minutat në hajër. Po vallahi, diçka këtë jeta në hajër, është në hajër diçka. Kur thot në xhaminë e turqve, kur hoxha lutet në xhami, ai sigurisht lutet turqisht në hutbë, lutet në gjuhën turke, këta që do bëjnë amen. A dhe që e bjen kja? Kja i bje imami i tyne dhe bashkë në gjemat, ata i thënë vetë Hanefi, për mas pak të kanë lidhe me Hanefi. Qëta. Sepse që ati turki thujti nëse më nëshme thonë, a bën me dvetë, si mbas me dhebet Hanefi, a i një Hanefi turqit po, a bën me dvetë, si mbas me dhebet Hanefi, a ketë drejtë, ka të drejtë gjematin me bo amin në hëtbe, kur është imam në hëtbe? Si mbas e bo Hanifes, jo me bo amin, e jo me lutë bashkë me të, po as salavat me pejgamberi nuk bën më ra kur imami bjen hëtbet. Ti heq, traktak, të s'ki goj gjithë hëtbes, ti je pagoj. Ti je pagoj, ti veç frim dhe të me marë. E me tonë e kollitin e herët të shtitnjë, as gjo ma shumë. Ti e ki haram me folë. Heq, a mu heq ki me folë. A flet namaz? Jo, njëjtë në gjanë hëtbe. O, heq, janë nisi imamet, përfëndoj e zanë, janë nisi imamet, elhamdulillah, rabbil alamin, e dëkunja fillojnë me selam aleikum, rahmetullah. Dëkunja fillojnë Shafit e Hamrit kanë me selam aleikum, rahmetullah, dhe ullët imami, ta në thërë të zani. Momenti që edha selam imami, apo janë nisi imami hypin hëtbe hullë, ti pagoje, ti goj s'ki mo, ti nuk di me folë mo. Ja. As lutja se ndjet, që shtën librat Hanefive kishtë të shkon, edhe mire kanë. Tamam, mësë shumë të që kanë lejuar, kur bjeni ma me salavat, ti me ra. Ma dje, e bëjsufët me ra në heshtje ti. Disa të tjerë e lejojnë me za, salavat. Me za heqë. Kështu që, kësim pas Hanefi që shtërngojnë shumë këtë qështje. Ta shaty në thë, ajni me Hanefi, asin me Hanefi. Nësen me Hanefi, që është që dur njeri? Asë nuk ngrit dur, asë në hëtbe, nuk ngrit me dur të ngrit, heq. Në hëtbe rrim shtetet, ose ulle që është i për shtatet, edhe nga një mamin. Kaq? Heq. Pa ta nuk e njofër me dhe me Hanefi. Nuk e njofër. Edhe në përgjithësi turqët nuk e njeh në dhe Hanefi. Nuk du të përqeshët zotë me se dhasht, po se kom pa one. Nëse kam nejt me të kam kalu pranë tyne në për gjamije, më falë me 10-300, vallahi si njëve dhe Hanefi. Se të gjami ishe që nuk e njeh në dhe hevin ata. Ishe në safa, ishe lënë zbrasi me zveti, bojnë safat shtremt, nuk e plësejnë safat, ishe të safat që nuk e me Hanefi. Me zini falet të bishti kanë fond të imame atje, me zveti kanë 50 metra. 50 metra në Xhamin Sultan Ahmet në Istanbul. Kush dhe imame atje nuk do këtë me sy atje. Farë xhami e madhe, për rriti pak për që shumë gati bjena e mesele. Kë në fund ka, kë në shkam në për safin, tja, ka për mërë këta.
Je do të më nejtë të venit. Të venit më nejtë atje? Jo, më do të më nejtë të venit atje. Po ti do të një bashkan gjitë, safit gjematit. O, i gëzun. Nuk e njofën me dhehebin. Tjetët e në gjamia kryesore, me e madhe në ankaratja simbolik e krejt Turqis, imaginët e kanë bërë gjamin aty me hipnalt. Si mbasë me dhe Hanefi, nëse atë me hipnalt e ka të në gjamia të Turqia, nuk ka haram, po është e orrejt ne, me që imamin më dalu imam për gjematit. Rashka me kanë si imam për gjematit. Turqët e kanë që nalë Osmanlit, ta e kanë që hapë edhe sa dhe qojnë. Jo vetëm kaqë. Po të këtë tash gjamin kresore, që është në Ankara, e që jesë në asafar litari që është për, kur atë far litari që mas me ka, ha? Po, imaginati, mes gjematit edhe mes imamit. Po të që shto, po rizikan të liqëmërinë në namazit, sepse po vendos perde mes gjematit mes namazit, të zëtni. Kjo perde mund të justifikohet në raste ekstreme. E që i bie, mushë gjamia plët. S'kan ku më falë njëzit në rrugë. Po të të me po imamin. Raste emergjente. Dërsa këta e qesin asefar litari. Qeni ka bënë e mare njerë e zëni mama, a keni shkollë, ja. A keni lezë liber të Hanefive në e hera. Qështë mare pëndant, ja. Shëndan imam për gjematit. Nuk e njëpë më thebe. Vallaj se njëpë më thebe. Allah më falë se unë i du Turqët e i respektetur, i du Turqët. Për nga anë e dashnis, Turqët një du. Sepse kanë të mira shumë, kanë kontribu fort për ne Balkanën mu. Allah i ka bë sebep ata dhe na jena së këshina. Jena shta që jena na falë babes Sultan Maratit të dytë, Allahu midës gjenetit që ofta ata ja Rabbel Alimin, edhe tanë të tjerë para ti dhe masti që kanë tërbu për Islam. Ati herojt madhë të Balkanit e të muslimanëve. Këmë se kryva, këmë se këtë ka dalë se shi si jena, shi nuk për bjerë. Pa. Që tha hoxha kënë në mukabilët A në dhe që për dalë qëtë ta, qëtë për dalë, për dhe se në shi nuk jena. Ja, shëqërë zëtë. Na thamë, minuta le shkojnë në rrugë zotit, më shkojnë në rrugë dreqit, në rrugë zotit le shkojnë. Pjesë e sajna, është edhe këtu mukabilit që i bojnë. Nuk kam pjesë e dinit ajo. Pse me kënu ma sabajt me sensi mukabili? Pse? Për çka? Sa që a shef, nëse që është e del, thojnë këdull, e la gjysë. Ha, momentin që i konsideran ti, një veprim jashtë namazit, se pjesë e namazit, i bën e bidat. A shef? Një veprim, çfarë do të qoftë? E qëtë fetaraj, si leximi i Koranit. Nëse konsideran, mos e dhash selam, çfarë veprimi që bëj, se është pjesë e namazit, dhe nëse dalun e lash namazin mongo, ti bën e bidat. Unë jo që dola, ti bën e bidat. Namazi fillon me tekbir fillestar. Tahrimuha e tekbir, o tahliluha e teslim. Me hadith. Qelsi, hyre namaz, Allahu Akbar. Dalja namazit, Assalamu alaikum wa rahmatullah. O kry, që ona dalë për jashtë, shkaj ku du. Ku du shkaj jone. Kryva. Me qëfar drejte obligan të me të ngu të ka lezën Koran aty, me qëfar drejte? Dhe pse po mendon të që leximi i Kuranit është pjesë e namazit? Pse po mendon të që nëse në dal, bona gjuna? Pse? E lash namazin mongu, çka? Pse? A ka kënu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam Kur'an ma sabahut? A ka kënu Ebu Bekri? A ka kënu Umeri? A ka kënu Osmani? Po flas kanë kalife këta, sepse këta dalin imama. A ka kënu Aliu? Po Ebu Hanifja, po Ebu Jusufi, po Harun Rashidi që ka qenë Ebu Jusufin atë ko, ka qenë kryesor për fe, Harun Rashidi për politike, për shtetë. Po a shkruan libra dikon të fikut, në librat shariatit islam, licencionit fesë,
dohet me kënu Korana me në Rasulë, tjere, ma savan sa shamit jo. Se po kënën? Je po kënët, anë kënët për ty po mu se më obligë me najtë pra. Je po kënët, Allah i leket Koranë bënë hatme. Vesh mu se më obligë me najtë, s'po du me të ngu, po du me dalë. Ose po du me kap libër me lezu, ose po kapi Koranë për leze vetë. Ku je metë, Koranë me lezu. Pse po obligan? Me çfarë drejte? Qëta është kërpa, dënë më obligu ti, po bën ti bidat. Sepse për konsideran pjesë të namazit. A shëfë që shbojnë senet bidat? A shëfë që shëndroni bidat? Qëtë formë është edhe me vludi. Ani pëse Korani me vludi në dallim i madhë, po për nga metoda. Nëse nale dikush e kënan me vludi qëtash, qëtu në televizën athirë në i vekënën dikush 4-5-6 rreshta, strofa, është me thonë, në regullë, sen të këti s'ka bo. Në ka fresku, në ka njallë ndjenjat, apo? Për efemerin për nga mërë lindrën e tina, rritjen e mirajën, i sranë tjere, sallallahu sallam. Ose më lidhë në një mezhles, një nej, qoftë në gjamije, qoftë shtepije, qoftë node, qoftë ku dhe qoftë, dhe del dikush në gjalleri dhe i thët, i kënan disa vargje që jenë pjesë me vludit. A ka të keqe? Asë gjithë s'ka të keqe. Një më s'ka të keqe, e për edhe për kamerin. Por, momentin që konsideron ti me vludin i badet, adhurim, se me të të falin gjenat, se me të afrojsh të Allah, se është i badet, është, e që ta është bëne i bitat. Sepse shtove në din diçka që nuk këpi dinit. A shëf? Shtove në din që ka s'kepi dinit. Andaj këtë senën pak të holla, tanë si kuptojnë, po gjelar do të në kuptu këtu. Sepse shtot diçka dhe hesh ndaj asaj, ja të shëmë bësë të tarikatet të Sofive. Bës këshur të shëmë ba. Këshuri. Kur të kry namazin, të nisin dhikrit, e të bëjnë të farrethin, e të nëzihët gjakë atë, po i piska me brima që shkanë. Po njërë sa që derdhët atë, po i qëllë banë. Njerëzit të këtësy nuk dikush qa me ba mërë ta njerëz, qa kanë mërë ta njerëz që kësejnë kështu, qëfar fejë mërë kjo kështu. Po shkëthujt atyne nuk është kjo mirë, kalëzën, të vrasin, të likujdojnë, sepse e kanë fituat bindje, së pjesë e fesë, o e zemër e fesë, thënë që kjo din hakikat, ilmu l-bati nuk e, është ilmi im sheft që nuk e, dinu i tjertë. Na nuk e dina, pra, këta e din. Tamam. E që shmirët ilmu l-batin, nuk mirët libra. Ajo. Andaj, unë nëse kam, sepse libranët nuk përgjej. Jo, kë mirët, mënyrë shpirtrore, mirët kë. Ty beqatane se pasna, pra. Pas e ki pra ta ti nuk din. Tak, të abdyshat që të përjashta. A shef? Nuk shkojnë sanët këtu. O, ju njerës, duken tranda, po në fakt nuk janë tranda. Se feja është e lehtë, feja është e drejtë, feja është e kapshme, feja është e atë Korani, Suneti, që thënë që ta sahabë, që thënë që ta tabihen, që thënë që gjenerata e tretë, e që në pjesë gjenerata e tretë tani është e Ebu Hanifja dhe këta të tjerë të imamat. Gjenerata të arta, diamant, të cilët e kanë njoftur fejnë dhe kanë praktikuar dhe fatmirësisht edhe kanë shënuar, kanë definuar. Dhe neve në kanë ardhur si libra të gatshme. Dhe ne kena me Ebu Hanife distancë vitin 150 ka vdek, hijri. Tani jena në vitin 1446, apo 7. Po në 7 sa për bije? Për bije 1300 edhe vjeta sa për bije. 1300 vjet jena mas Ebu Hanifes dhe unë se dhe di që ka bëhe gjatë jetës e ti. Dhe për të tjerë dim, është dim për Malikon dhe për të tjerë. Kështu që për ata unë moj të flas me bindje, për jetën e ti veprimit e tina.
E ai është një imam i madh, i dëshmuar në 4 anë të botës, veçanti gjeneratën e vet dhe me pas. Po thëmë Ebu Hanifja për shkakën që na jena Hanefi, po e të njëjtët është Maliku, Shafiu, të tjerë, kallabllak që kanë qenë. Andaj që s'kanë bo ata, e pejgamberi vetë ka thonë, o ju njerëz merrë dini për këtyne. Për gjeneratat para. E ty në marrë dinin. Se zgatëm. Allah ndërëft. Faleminderit. Hojtë falenderoj për këshillat. Allah ndërëft të dashur miq. Allahu ju ndërëft të ju shpërblyf juve dhe hoxhën e nderuar. Dhe ju që nuk po ndani po na ndesni. Faleminderit shumë. Deri në emisionin e radhës, ju falenderoj të gjithëve për vëmendjen. Selam aleikum.